Në kuadër të Vajz Fest është zhvilluar në Amantia aktiviteti Dita e Lojrave Olimpike, një nismë organizuar nga Komiteti Olimpik Shqiptar, Akademia Olimpike Shqiptare dhe Bashkia e Selenicës. Në aktiviteti ishte i pranishëm edhe Ministri i Turizmit dhe Sporteve Blendi Gonxha. Pjesë e kësaj dite sportive u bën ekipet disiplinave të ndryshme me pjesëmarrjen e fëmijëve dhe të rinjve, duke sjellë një atmosferë festive dhe sportive në stilin e lashtë Amantias. Ceremonia ka nisur me rrugëtimin e pishtarit olimpik, një moment simbolik që përcolli mesazhin e paqes, bashkimit dhe frymës olimpike. Në fjalën e mirëseardhjes, kryetari i Bashkisë së Selenicës Nertil Bellaj u shpreh se ky aktivitet përbën një mundësi të rëndësishme për promovimin e Amantias dhe vlerave të saj historike e kulturore. Faleminderit Ziliarës sot në Amantia, nderuar ministër, faleminderit për prezencën e nderuar Fidel. Faleminderim shumë i veçantë për gjithë angazhimin që ke pasur këto 2 vite këtu në Amantia për të dhënë një fokus të veçantë dhe një promovim shumë të mirë të Amantias, po edhe të gjithë zonës. Dita Olimpike këtu në Amantia, që vjen si një nga ditët e Vajz Fest për promovimin e zonës, për promovimin e pasurive kulturore, natyrore dhe arkeologjike që ne kemi, është një promovim i përmasave që ja vlen të festohet, të organizohet në këto përmas. Këtu në Amantia, në këtë stadium kaq të madh, jo nga përmasat, por nga historia, kërkon një vëmendje të veçantë nga të gjithë ne. E këto aktivitete gjithmonë i bëjnë mirë Amantias dhe zonës për ta promovuar dhe të jetë gjithmonë një xhevair që thith turist. Edhe një herë shumë faleminderit dhe japim fjalën ministrit. Ministri i Turizmit dhe Sporteve Blendi Gonxha theksoi se organizimi i kësaj dite në Amantia është një mundësi e mirë për të promovuar vajzën dhe këtë pasuri të rëndësishme arkeologjike, ndërsa aktivitetet sportive sipas tij ndihmojnë në masivizimin e sportit dhe përfshirjen e fëmijëve e të rinjve. Unë ju falenderoj shumë që jeni këtu, është një kënaqësi për mua, për ministrinë që drejtoj. Turizëm, kulturë, sport, është emri i ministrisë që unë drejtoj dhe është gjithçka çfarë jeni këtu sot. Ne duhet ta promovojmë shumë më tepër trashëgiminë, traditat, gjithë eksperiencat tona në këto zona që duket sikur janë larg grupeve kryesore, por në fakt jeta e vërtetë, vlerat e vërteta, rrënjët tona vijnë nga këto zona. Kështu që është një eksperiencë shumë e bukur jo vetëm për ne, por edhe për ta promovuar për të huaj, pra gjithë to pamje, drona, fotografi e tjerë, ne duhet të shpërndajmë me kujdes. Këto do të kthehen në aktivitetet përvitshme, siç është edhe festivali i Vajzës, dhe do duhet që të bëjmë shumë më tepër këtë gjë. Mua bëri shumë mirë që erdha. Falenderoj Fidelin që më ftoi, sepse mësoj më shumë nga afër edhe ndjej më shumë nga afër edhe është një motivim shumë i madh kur e shikon direkt kur je vetë në këto aktivitete. Unë ju përgëzoj për aktivitetin, do doja ta garantoja presidentin e Kokshit, pra zotin Fidel Ylli, për vijimin e bashkëpunimit tonë, për forcimin e bashkëpunimit tonë, për vijimin e programit tonë të sportit të shkollave, për vijimin e gjithë promovimit të sportit në çdo aspekt që ka të bëjë me brezat e reja, që ka të bëjë me edukimin, sidomos që ka të bëjë me vlerat etike të sportit, me vlerat sociale të sportit, që kemi aq shumë nevojë në një shoqëri ku duhet të mëkojmë gjithmonë më shumë themelin e asaj që është vlerë shoqërore, që është vlera e bashkëtesës, pranimi njëri tjetrit, sa më të barabartë me njëri tjetrin dhe sa më të vërtet për atë që na bashkon në këtë jetë që kemi në tokë, që sipas fesë nuk është e fundit, por që për ne që jemi këtu, për gjithë njerëzit, ka shumë rëndësi që të kemi një harmoni sa më të madhe dhe një kohë të lirë, një rekreacion, një jetesë aktive, një jetesë shëndetshme, edhe shpirtërore, po edhe fizike, që të jetë sa më e mirë. Kështu që faleminderit për ditën e sotme dhe do jem gjatë gjithë kohës kryetar me ju, edhe uroj shumë që të jeni kryetar gjithmonë. Presidenti i Komitetit Olimpik Shqiptar Fidel Ylli vlerësoi rëndësinë e organizimit të aktiviteteve sportive në vende me vlera të veçanta të trashëgimisë kulturore. Ai theksoi se të gjitha federatat sportive ju bashkuan thirrjes për këtë aktivitet, duke kthyer Amantian në një pikë takimi me sportit, historisë dhe kulturës. Përshëndetje gjithëve, nderuar kryetari i Bashkisë, nderuar zoti ministër,
Sokoli është ai shkesi i kësaj pune që e futi në lojë Komitetin Olimpik për të marrë pjesë në Vice Fest, për të hyrë në mes të kësaj feste dhe për të promovuar vlerat e Amandjas të këtij vendi arkeologjik kaq të bukur ku në shekullin e dytë para Krishtit tuja zhvilluar lojra në kohën e ilirëve. Prandaj ne duhet vazhdojmë traditën e të parëve tanë që vendet tona të trashëgimisë kulturore t'i promovojmë ato më mirë. Ndjehemi nderuar sot si presidenti i Komitetit Olimpik që ka ardhur ministri që mbulon dhe kulturën dhe trashëgiminë kulturore dhe rinin dhe sportin. Prandaj të gjithë federatat kanë qenë të gatshëm në thirrjen e Komitetit Olimpik që të ishin prezent sot, pavarësisht se ditë pushimi dhe mes gushti, po të gjithë kanë ardhur me shumë kënaqësi, presidentë e federatave, sekretarë, trajnerë dhe ju të dashur sportistë që e keni zbukuruar këtë arenë gladiatorë sot. Djali i vajzës dhe një prej organizatorëve të aktivitetit, kryetari i Gjykatës së Lartë Sokol Sadushi, tha se organizimi i lojrave olimpike në këtë stadium antik, ku evokohen kohët e shkuara dhe zhvilloheshin garat sportive, synon të bashkojë trashëgiminë historike me energjinë dhe vitalitetin e rinisë së sotme. Dhe sot në këtë stadium ne evokojmë kohën e dikurshme. Pikërisht në këtë stadium zhvilloheshin lojrat olimpike dhe u desh Fidel Ylli me gjithë vlerësimit që ai përpiqet t'i hedhë në adresën time, që të organizonim për vitin e dytë këtë fest, këtë ditë olimpike në Amandja. Në fakt është vlerësim që i bëhet gjithë zonës. Vërtet aktiviteti zhvillohet në kuadrin e Vice Fest, një aktivitet që ka marrë përmasa të mëdha nga viti në vit, jo vetëm në drejtim të artit, të kulturës, të trashëgimisë, tashmë të sportit dhe të poezisë, që i shtohet si një risi këtij aktiviteti. Ne ndjehemi shumë krenar që këtu shohim pjesëmarrje, shohim gatishmëri, shohim angazhim, por ndërkohë shohim edhe mbështetje. Dhe është e padiskutueshme mbështetja që duhet japi shteti në këtë drejtim. Çdo gjë është bërë me kontributin dhe me gatishmërinë dhe me dashurinë e të gjithë bashkëfshatarëve të zonës, dhe ky është një vlerësim i veçantë që meritojnë këta njerëz që nuk kursehen për të bërë gjëra të bukura për ju dhe për të gjithë ne, por ndërkohë është edhe një mbështetje e jashtëzakonshme e Bashkisë së Selenicës. Tashmë prezenca e ministrit do thotë që do jetë një mbështetje më e madhe edhe nga ana e qeverisë për aktivitete të tilla, jo vetëm për Vice Fest, jo vetëm për Amandjen, por për të gjitha aktivitetet që i shërbejnë pikërisht asaj që duam të gjithë, që duam që të jemi sa më krenar për atë histori që ne kemi, dhe ne duhet që të jemi krenar për atë histori, duhet ta kujtojmë atë. Dhe një aktivitet i tillë që sot është krenari për atë histori që ne kemi kaluar. Faleminderit që jeni të gjithë dhe gëzuar ditën olimpike të Amandjes. Më pas në qiellin e Amandjas u lëshuan pëllumbat e paqes, duke përcjellë simbolikisht mesazhin e harmonisë, miqësisë dhe bashkimit. Pëllumin e paqes sot që të fluturojë lart. Gëzuar. Faleminderit. Aktivitetin e përshëndeti edhe kryetari i fshatit Vajz. Faleminderit që më dhatë fjalën për këtë event. Ky është një bashkëpunim i Bashkisë së Selenicë edhe shoqatës Vajz, të cilët ne kemi disa vjet që e organizojmë, pavarësisht se ky event është viti i dytë. Unë duke qenë se jam biri kësaj zone, mbaj mend që rreth viteve 70 këtu është bërë një spartakiade mrekullueshme, dhe unë kam marrë pjesë në ato kohë, në ato lojra olimpike që janë, duke mbajtur edhe duke rindezur kujtesën tonë për këtë evente të veçanta, në bashkëpunim edhe me Kokshin, edhe me Zotin Fidel dhe Sokoli dhe Nertili, vendosëm që të bëhet ky event. Megjithatë, domethënë ne jemi të angazhuar që ta vazhdojmë këtë traditë të bukur, që këtu të ketë më shumë, të ketë lojra më shumë, të ketë sporte më shumë, për rinin tonë të mrekullueshme. Gëzuar edhe një herë dhe mbarësi. Pas ceremonisë simbolike, nisi edhe aktiviteti lojrave olimpike,
ku fëmijët dhe të rinjt garuan në disiplina të ndryshme sportive. Në një prej siteve më të rëndësishme të trashëgimisë antike shqiptare, sporti u ndërthur me historinë dhe kulturën, duke i dhënë një tjetër dimension Vice Fest dhe duke promovuar Amantian si një destinacion me potencial të rëndësishëm, kulturor, turistik dhe sportiv.